Si duhet të veprojmë kur friksohemi në ëndër? Kur friksohemi në ëndër, pra kur shohim ndonjë ëndër të keqe apo mangth, pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka mësuar qartë se si të veprojmë. Këto janë udhëzimet e sakta nga pejgamberi alayhi salam. Çfarë të bëjmë pas një ëndre të frikshme? Mos e tregoni ëndrën askujt. Pejgamberi i Zotit Muhammedi alayhi salam ka thënë: ëndra e mirë është nga Allahu, ndërsa ëndra e keqe është nga shejtani. Prandaj kush sheh ndonjë ëndër të keqe, le të mos ja tregojë askujt dhe le të kërkojë mbrojtje tek Allahu. Atëherë ajo nuk do t'i bëjë dëm. Pështyj lehtë pa pështim të vërtetë në anën e majt 3 herë. Kjo është një mënyrë për t'u larguar nga ndikimi i shejtanit. Thuaj e'udhu billahi minash shaitanir rajim, që do të thotë kërkoj mbrojtje tek Allahu nga shejtani i mallkuar. Nëse të zë gjumi përsëri, ndrysho anën e fjetjes. Pra nëse ishe kthyer nga e djatha, kthehu nga ana e majt ose ana sjelltas. Nëse nuk mund të flesh më, ngrihu dhe fal 2 rekate. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka porositur që të kërkojmë strehim tek Allahu i Madhërisëm në namaz e lutje kur ndjejmë frikë apo ankth. Çfarë nuk duhet të bëjmë? Mos e tregoni ëndrën e keqe as prindërve apo miqve tuaj. Mos e komentoni dhe mos u përpiqni t'i gjeni kuptimin, sepse ajo nuk ka vlerë. Mos i jepni rëndësi, ajo është thjesht nga shejtani për t'ju friksuar juve. Në të kundërtën, nëse ëndra është e mirë, atëherë falëndero Allahun, mund ta tregosh vetëm atij i cili të do.